jam bërë hall. Ka qenë një emocione shumë e madhe. Ka lindur I pari Noa, nipi ime. Pastaj I lindi Isabel, mbesa ime. Këtu ishte akoma mirë. Bëjmë nga plazhi ne u kthyem për Tiranë, se vllai im ditën e nesme do ikte për Londra. Goca ankoi për dhimbje barku. Mbas 2 ditësh kështu që ishte e shtruar në spital, duhet të marrim acertamenti, thanë ato. Për mbesa u diagnostikua me leuqemia. Oh my god. Ka një vit që bën kemio vajza. Fillimi ka qenë, domethënë, nga aq mirë që më duke jeta ime, jeta jonë, çdo gjë e finito. Të jesh I fortë për shumë gjëra dhe të vinë një moment që ti je I paaft, nuk ke forcë, nuk varet nga ti asnjë gjë. Domethënë shëndeti I mesës tënde, ti nuk mund të bësh dot asgjë. Më merr vllai ime me kamerën në telefon. E pash duke qarë. Kështu, se ti ma ndjem zemra, sikur kishte diçka, po jo, një gjë ka që keqe. Më thot Dolce, kështu, goca, diagnostikuan me leuqemia, Dolce. Thashte, vazhdo të më thoshte kështu. Unë isha në shtëpi vetëm. Dhe jam tjerë ka që keq, domethënë para ti u mundova ti thosha daj Alfo. Ka një zgjidhje shkenca, ka ecur përpara, diçka do bëhet, mos u prekupo, domethënë mos ke frikë, se çdo gjë do rregullohet, do bëhet ajo që duhet bërë. Kur mbylla telefonatën, po kthehesha në shtëpi, duke qarë, nuk dija ç'të bëja. S'kisha askush që të ndihmonte. Marr në telefon, në Rom. Dikë që do priste familjarët e mi që po shkonin, ishin në avion, as ata nuk I merja dot. Me thënë, unë isha vetëm, e ndjesha, isha një nullitet total. Dhe nuk mund të ndihmoja asnjë. As vllajin, as besën, as kunatën, si ti thosha mamit. Thash do ndihet keq bërtisja në shtëpi, pundohesha domethënë qaja, pasi ndaloja dhe thoja Dolce mos qaj kaq shumë sepse prit, mos mendo direkt gjën më të keqe. Unë duke pyetur mamit kur zbriti në avioni ma, edhe I them unë ma kështu, goca në spital, po, ja bëri mamit, çka ka ndodhur, është goca smur? I thash po ma, vajza është shumë smur. Si ti them, qa ka, tha vajza? Kështu I them unë. Aty mbaroj telefonata, do me thënë unë isha në Tiranë, mami ishte në Rom, vllai im ishte në Londër. Do me thënë ishte të tre larg njëri tjetrit. Të tre I ka paçi të bëjmë diçka për atë person. Gocës që shfaq nga doktorat që thënë, si ka mundësi dhimbja barkut, ka ndodhur në gocës I ka 2 ditë para që je shfaq dhimbja barkut. Edhe shqyr që keni arrit në kohë. Goca do bëj procedure kemioterapia, do jenë të rënda në fillim, në fakt kështu kanë qenë për të. Nuk kanë qenë të lehta. Filluan duke hirën flokë. Duke hirën flokët ishte kështu kachurel. Filluan I binin te Azteku. Duke di vllai unë isha mërzitur për vajzën, po isha akoma më shumë e mërzitur për vllajin tim.
Vajzës fillon t'i bjenë flokët. Pastaj ju detyruan t'ja pristin. I thoshim, sepse kështu dukesh më bukur, filloi duke u fryrë, duke ja ilaçet. Pastaj filloi kemio që e dobësoi tepër shumë. Unë nuk e shikoja dot. Domethënë, kur e përqaftoja, nuk e di, domethënë, se kisha parë kur një gjë të tillë. Edhe po e shikoja te besa ime, një gjë kaq. Nuk e di që... Oh my God. Muaj që një vit, unë jam fikur. Nuk kam dot emocion. Nuk... Do me thënë, mundoj gëzohem, ma nuk më duke sikur ka baruar çdo gjë, deri që unë ta shoh ditën që ajo do jetë më mirë, që tani me kemioterapit që ka bërë që një vit, është bërë më mirë, grazie al Dio. Është më mirë, është duke në fazë duke u shëruar, duhet t'jetë gjithmonë në kontroll, edhe nuk e di. Pero unë, kur ta shoh që t'jetë hera fundit që bën kemio, ose të heqi aparatin që ka këtu, që ka një tubo jashtë, kur ta heqi atë edhe që ajo mund të ushtoj, do me thënë unë, nuk e di, do jem e lindur për së të dyti. Tani t'jem e vdekur brenda. Unë jam shumë mirënjohëse për ftesën që kam patur në vllai i madh. Më ka ardhur ky oportunitet në momentin e duhur të jetës time. Mbas një viti, do të thënë, thash, pse jo, të vazhdoj të jetoj prap mes njerëzve, të vë në provë veten time, a jetoj dot mes njerëzve si do jem unë, që nuk jam shfaqur dot, aq sa duhet, po kjo jam unë. Oh my God.